Afrikë e Jugut me Kanadanë. Kanadaja vazhdon ëndrrën e saj drejt botërorit, si e pat ndeshjen që ndoshta erdhi një fitore pra pak me çështje fati, duke qenë se goli erdhi pikërisht në minutën e 91. A mendoni se Kanadaja mund të ecë edhe më tej, duke qenë se pas këtij momenti pra do ketë përballë ekipe edhe më të forta? Mendoj që ishte një ndeshje e barabartë, nuk mund të them që ishte një ndeshje shumë e bukur për të parë, por kuptohet për objektivat e tyre është mos e normale që ata duhet të jenë të kënaqur pas se kanë arritur dhe maksimumin. Kuptohet, ne presim diçka tjetër, sidomos nga skuadrat më të njohura, por që kuptohet dhe këta kanë burkurinë e vetë këto skuadrat e vogla të quajtura. Megjithatë, me vujtje shumë e kaloj që është vërteta, por që nuk mund të them që mund të jetë një surprizë për t'u kapur me forcën e skuadrave si Gjermania, Brazilja, Argentina, Hollanda. Nuk mendoj që kanë potencialin këto për të vazhduar më tej. Sigurisht që do kishin shanse disa skuadra të vogla për të kaluar dhe për të ardhur në këto momente që po flasim, pra për të kaluar grupet, sepse u shtuan shumë skuadra, 48 skuadra, kështu që do ta kishin këtë shans, por që nuk mendoj që ky shans mund të vazhdojë shumë për